Të nderuar pasagerë, të lutur të nxitoni tezin e vendet sipas numrave të shënuar në kartën e embarkimit dhe ju lutemi lironi korridorin për pasagerët e tjerë. Çantat e vogla duke përfshirë çantat e dorës së shpinës duke vendosur vetëm poshtë sedilit. Përballë jush në kompartimentet e sipërme mund të vendosni vetëm bagazhet e mëdha janë. Vetëm nëse jeni tulur në daljet e emergjencës do t'i vendosni të gjitha sendet tuaja personale në kompartimentet sipër jush. Për ngjitje dhe për zbritje të avionit, faleminderit. Dear passengers, we kindly ask you to take your assigned seat according to your boarding card as the flight is fully booked. Please place your smaller recurring items including handbags and backpacks under the seat in front of you. Only larger trolleys should be placed in your compartments. Thank you. Ju lutem të vendosni çantat e vogla të shpinës dhe të dorës poshtë sedilit përpara jush dhe vetëm valizhet e mëdha mbi kompartimentet e sipërme. Siguroni të mos bllokoni korridorin e daljes e emergjencës. Faleminderit. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome on board this is a Malta flight with destination Tirana. It's our great pleasure to welcome on board African flights, our with discount members, and also fly with us for the first time. As you take your seat, we kindly ask you to place your small bags and backpacks underneath the seat in front of you, and only the larger trolleys on the head compartment. Please make sure you are not blocking the air or the emergency exit. Thank you. Është kënaqësia jonë të presim në bord ata që udhëtojnë rregullisht me anëtar të klubit të uljeve Wiz, si dhe ata që udhëtojnë me ne për herë të parë. Jeni të lutur përpara se të zini vendet tuaj të vendosni çantat e vogla të dorës, si dhe çantat e shpinës poshtë sediljeve përpara jush dhe vetëm valizhet dhe çantat më të mëdha në kompartimentet e sipërme, duke u siguruar që ato të mos bllokojnë korridorin hyrës, si dhe daljet e emergjencës. Gjithashtu jeni të lutur që të zini vendet tuaj si që janë të shënuara në kartat e embarkimit në mënyrë që të mos bllokoni korridorin për pasagerët të cilët ende presin pas jush. Faleminderit për vëmendjen. In order to allow cabin crew continue preparation for takeoff, thank you. Zonja dhe zotrinj, bordi për këtë flutur përfunduar, jeni të lutur të zini vendet tuaja përkatëse duke lejuar pjesëtarët e ekipazhit të vazhdojnë përgatitjet për nisjen e fluturimit sa më shpejt. Faleminderit për bashkëpunimin. Cabin crew boarding is completed. Cabin crew doors and flight and cross check. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. On behalf of Captain D, First Officer Mikel, and the entire crew, it is my pleasure to welcome you on board this Wizz Air Airbus A320 aircraft flying to Pisa. My name is Anastasia and I'm the senior cabin attendant on this flight, and together with my colleagues Fatjon, Katarzyna, Erlin, and Yonida, we will take care of you today. Our flight will take us 1 hour and 20 minutes. In preparation for takeoff, we kindly ask you to make sure that your seatbelts are fastened, tray tables are closed, and breasts are down, and the window flaps are open. We're here for safety and comfort. So if there is something we can do to make your flight more comfortable, please let us know about it. Today's crew speaks to English, Albanian, and Ukrainian languages. We want to apologize for this delay and all inconveniences caused by that. Meanwhile, sit back, relax, and enjoy your flight with us. Zënës të tjerë me emër të kapitenit Tim dhe oficerit të Panmikeles, nacion të misalin bordin të avionit Airbus 321 CEO me destinacion Pizën, udhtimi jonë të zgjasë rreth 1 orë 20 minuta. Unë që Fatjon kam kënaqësinë të punoj me Anastasen, cila është supervizore e kabines, gjithashtu edhe Erlin, Kasha dhe Jonida. Jemi këtu për sigurinë dhe komfortin tuaj, teksa bëhemi gati për nisje, lutem të lidhni ripat e sigurimit, të ulni mbështetësat e krave, të mbyllit tavolinat përpara se të hanë grillat e dritarëve. Faleminderit që zotë Wizz Air tani relakson në fluturimit. Gjithashtu dua t'ju kërkoj ndjes për këtë vonesë dhe çdo shqetësim të shkaktuar. Faleminderit për vëmendjen. Dear passengers, at this time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft. So that in like the event of emergency, you will be prepared to know what to do. Please remove your earphones from your illusion devices. To be able to indicate full attention, follow cruise instructions. Të nderuar pasagerë, ju lutemi ndikosh në vëmendje ekipazhit teksa demonstrojnë pjesë të shpëtimit të këtij avioni. Në mënyrë që rast pas zakonit të emergjencë të jeni përgatitur dhe dini se zebroni. Jeni të lutur të hiqni kufjet dhe të pikni pajisjet tuaja elektronike në mënyrë që kushtet vendet plot dhe të ndiqen zymet e ekipazhit. The emergency exits are marked with exit signs and emergency instrument and exit. On this aircraft, a total of 8 emergency exits. Në këtë avion ka gjithsej 8 dalje emergjence. 2 exits are in the front, 2 dalje në pjesën e përparme. 4 exits are in the cabin, in front and behind the wings. 4 dalje emergjence në kabin, parë dhe pas krave.
Two exits are in the rear. Dy dalje në pjesën e pasme. In the event of evacuation, it's important to leave your luggage and follow the floor path marking which are guided to the emergency exit. Në rast të evakuimi është rëndësishme të një bagazhe tuaja në bord të ndiqni shritat drejtues në dysheme, të cilat do i drejtojnë daljet e emergjencës. Please take a moment to locate the exit nearest you, keeping in mind behind you. Ju lutemi kushtoni vëmendje vendosjes së zalës më të afërt duke pasur parasysh sa jo më ketë pakësysh. Now we're going to show you how to use the seat belt. Tani do t'ju tregojmë si të përdorni rripin e sigurimit. To fasten your seat belt, push the ends together and tighten and pulling the loose end. To unfasten, leave the cover of the buckle. Për të përkthyer rripin e sigurimit, mërthejnë dy skatë rripit së bashku për ta shtrënguar. Tërhiqni skanë e lirshëm për ta spërthyer, ngrini kapakun e metalit. Now we're going to show you how to use the oxygen mask and how to put on the lavage. Tani të tregojmë si përdorni maskën e oksigjenit dhe të liçë lutje shpëtimit. The oxygen mask are located in the panels overhead. Maska e oksigjenit vendosur në arenë sipërjush. In case of loss of cabin pressure, the oxygen mask automatically release. Në rast të rëndit të presionit të arit kabin, maska e oksigjenit vjen automatikisht. Where release, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Pasi të bijë të rishë maskën me tapë detyrush. Për të aktivizuar oksigjenin, place the mask over the nose and mouth. Secure the strap or breathe normally. Vendosin maskën në fytyrë duke mbuluar hudhën dhe gojë, rregulloni elastikun dhe merrni fytyrë normalisht. After putting on your mask, please help anyone who may need assistance. Pasi të vendosni maskën tuaj, ju lutemi ndihmoni kudo që kanë veprimtimin tuaj. Your luggage is located under your seat in seal bag. Jeleku i shëtimin edhe pas të dilës së paketit të mbyllur, do not remove it unless otherwise instructed. Mos e nxirrni atë nëse nuk kërkon ta bëni. Remove the luggage from the pouches, pull it overhead. Kur të kërkohet nga ekipazhi, nxirrni lekë nga paketimi dhe vendosni për kokës. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. Përtheni rripin me skadjet parë dhe shtrëngoni. After leaving the aircraft, pull firmly the red handle for luggage to inflate. Pasi të largoni nga avioni, të force kapsën në kushte për thyrë lekë shpëtimit dhe luggage can also be inflated with balloon in the zip. Një lekë shpëtimit mund të fryhet gjithashtu. Duke fërnurit to be infant luggage should be inflated still inside the aircraft. Një lekë shpëtimit për foshnjët duhet të fryhet brenda avionit. For further information, you'll find the safety instruction card in the seat pocket in front of you, which contains the important safety features of this aircraft and its emergency equipment. Për informacion e documentation dhe të gjeni një kartë mëzime sigurie në xhepin e sediljes përpara jush. E zilna për mamëve që rritë rëndësishme të rrisit të avionit dhe setit e emergences. Thank you for your attention. Thank you, cabin crew. Dear passengers, we now continue using our electronic devices in flight mode only. Laptops and the large direction device should not be safely stopped for takeoff, landing, and always in reachable sign zone. Charging electronic devices on board is forbidden. Should you have any problems with your devices overheating, smell or smoke, please inform cabin crew immediately. Thank you for your attention. Dear passengers, tani më vazhdojmë të përdorni pajisjet tuaja elektronike vetëm në opsion fturimit. Laptopet dhe pajisjet tjera elektronike të mëdha do vendosen nga ornamentet sipërshtë së xhepin e sediljes përballë. Gjatë nisjes së uljes dhe kur tërhiqesh shenjën sigurimit të shëndetësor. Karkim pajisjeve elektronike në bord të shëndaluar së pajisjet tuaja elektronike lëshojnë nxehtësi së tyre. Jeni të lutur të informoni me njëherë të bashkë kabinës së renditur për mendje. Compartments and you may hold on and concentrate, drinking or alcohol is smoking signify with it. Having no problem in the next about the in the system that we do conduct a single production. So the doing a few sharing agreement was the release of the book. You're going to buy the protection to around the compartment and silver. Possibly will be so good and even. We are calling to honest regarding the paper, just what decision that you were. Po do në cilë si ku pashto në paletë që për jo është në shumë në shumë të në kontaktone kalenderi. We have started a descent towards Pisa International Airport in case you have any unwanted items in the seat pocket in front of you or the area around this, please make them ready for the collection by cabin crew. Toilets will be used for now the pepsi ingredients. Thank you, Zonia dhe Zotri. Sa më kemi filluar spritin për në raportin e pistës në rëndësi kemi veterinë për të hedhur. Ju të përgatitim dhe një pjesë të ekipazhit. Toilet do të jenë përdorime dhe për 15 minuta të tjera. Faleminderit. Ladies and gentlemen, welcome to Tirana International Airport where local time is 5 minutes past 11. Please remain seated, seatbelt fastened until the aircraft reaches final parking position. The captain switches off the fasten seatbelt sign. Later on, be careful when opening the overhead compartments. Objects may fall and cause injuries. Check the area in front of you. Seat pockets for any object you may have brought with you. On behalf of Captain Evgeny, First Officer Ahmed, the entire crew, we'd like to thank you for choosing Wizz Air and have a good day. Zotri, mirë se vini në aeroportin e Tiranës, ku ora lokale shënon 11:05.
Ju lutem qëndrojmë të ulur rrimin e sigurimit të përthyer derisa avioni të ketë arritur në vend parkimin final dhe të ndikur shenja vendosjes rripi sigurimit. Andaj vëni kujdes kur të hapni kompartimentin pasi objektet mund të bien dhe shkaktojnë lëndime. Shikoni ambientin për rreth jush xhepa dhe sediles për ndonjë objekt personal që keni marrë me vete. Pira duanit edhe pse është ndaluar lëhet vetëm në ambientet e caktuara. Është terminojnë gjithashtu të mbani pajisjet tuaj elektronike, telefonat, modalitetet e fluturimit derisa të keni hapur dyert e avionit në emër të kapitenit Evgeni First, oficerët të para me gjithë stafit. Ju falenderoj që keni zgjedhur Wizz Air dhe ditën e mirë. Cabin crew doors in park and cross-check.